Dhuna, një plagë që kërkon zë, jo heshtje. Dhuna është një realitet i dhimbshëm që vazhdon të lërë gjurmë të thella në shoqërinë tonë. Ajo nuk truket gjithmonë me zhurmë, që prek jo vetëm të rriturit, por sidomos fëmijët, me të pambrojturit e shoqërisë. Dhuna nuk është vetëm ajo që shihet. Ajo është edhe fjala që poshtëron, zëri që kërcënon, heshtja që tren. Dhuna verbale dhe psikologjike lë pasojë të rënda emocionale, duke shkatruar vetbesimin dhe sigurinë e individit. Ndërsa dhuna fizike lë shenja në trup, dhuna psikologjike lë plagë të padushme, por shumë të thella në shpirt. Pikërisht për këtë arsye, vendosëm të realizojmë këtë reportazh, për të mos heshtur përballë dhunës dhe për të sjellë në vëmendje një problem që kërkon ndërgjegjësim dhe veprim. Në rrugët e Shkodrës, qytetarë të ndryshëm tanë me ne mendimet e tyre. Disa flisnin me zë të ulët, të tjerë me emocione të forta, por të gjithë kishin një gjë të përbashkët. Dhuna është një realitet që dhemb. Një pjesë shumë e rëndësishme e këtij reportazhi ishte intervista pranë drejtorisë së shërbimit social, ku u pritëm nga specialistja për mbrojtjen e fëmijëve, Sonja Juli Çepi. Ajo ne informoi mbi situatën reale dhe shqetësuese të dhunës gjatë vitit 2025. Sipas saj, gjatë këtij viti janë trajtuar 105 raste me urdhër mbrojtje, ndërsa 240 raste të tjera kanë pasur problematika të ndryshme që lidhen me dhunën dhe neglizhimin. Gjithashtu intervistuam edhe Tonilda Qelen, e cila na foli për një formë dhune më pak të diskutuar, por shumë shqetësuese, dhunën ekonomike. Ajo në shpjegoi se kjo formë dhune ndodh kur një person kontrollon ose kufizon të ardhurat dhe shpenzimet e tjetrit, duke e bërë atë të varur financiarisht. Kjo na bëri përshtypje, sepse kuptuam se dhuna nuk është vetëm fizike apo verbale, por mund të shfaqet edhe në forma të fshehta që ndikojnë thellë në jetën e njerëzve. Këto shifra nuk janë thjesht numra, pas secilit rast fshihet një histori dhimbjeje, frike dhe vuajtjeje. Zonja Juli Çepi theksoi se fëmijët janë ndër viktimat më të prekura dhe se institucionet janë gjithmonë të gatshme të ofrojnë mbështetje, ndihmë dhe mbrojtje për çdo që ka nevojë. Gjatë intervistave, emocionet tona ishin të forta. Kishte momentet kur fjalët mungonin, dhe heshtja fliste më shumë se çdo përgjigje. Megjithatë, ne vazhduam, sepse besojmë se dhuna luftohet vetëm duke folur, duke dëgjuar dhe duke vepruar. Nëse sot heshtin, nesër dhuna do të flasë më fort. Pas çdo dere të mbyllur mund të fshihet një fëmijë i frikësuar, një zë që dridhet dhe një shpresë që do të shuhet. Dhuna nuk ndalet vetëm. Ajo ndalet vetëm kur ne zgjedhim të mos jemi indiferent, të mos e kthejmë kokën me njan, të mos e justifikojmë dhimbjen dhe të mos i quajmë normale atë që shkatron jetën. Të flasim sot, të veprojmë sot, sepse çdo minutë heshtjeje është një plagë më shumë. Shoqëria jonë matet jo me fjalë, por me mënyrën si mbron me të pafajshmit. Dhe ata nuk mund të presin më.